E kur kryet të na e mbulojnë fëmijët, do sjellim ndërmend një emër nderues, emrin e thjesht dhe të dashur si fëmia, emrin e thjesht dhe të madh, mësues. Më kujtuan këto vargje të mrekullueshme të Llazar Siliqit, poetit të mirënjohur, që i drejtohen figurës së mësuesit, kësaj figure të shenjtë, të dashur, para së cilës përulemi të gjithë. Mësuesit kanë mbetur të shenjtëruar në jetët tona, sepse ato ngulitën dhe skalitën shumë çka, të cilët na udhhoqën më pas në jetë. Mësuesit me fisnikrin, me dashurin për shkollën, me çdo gjë që ata na dhanë, fituan diçka të madhe. Nuk fituan pallate, pasuri, makina, pushime luksoze. Ata fituan një dashuri shumë të madhe, fisnikrin, mirënjohjen, çdo gjë që lidhet me një figurë shumë të madhe siç është mësuesi. Historia që sot do të tregojmë, ose më mirë vijimësia e një jete plot pasion, ka të bëjë me figurën e një mësuesi. Në vitet 60, mësuesi 19 vjeçar në atë kohë, Barika Semi emërohet mësues në fshatin e Selsës në Këndënd. Dhe punoi aty për rreth 4 vite. Punoi me shumë pasion dhe dashuri, aq sa kjo shkollë, këta nxënës, këto banor mbetën siç duket thellë në mendjen e tyre, në mendjen e tij. Dhe vijuan me një lidhje shumë të mirë, shumë të madhe shpirtërore, aq sa edhe në vitet e pensionit bëjnë që mësues Barika Semi të rikthehet në këtë shkollë, por tashmë me projektet e tij shumë të bukura. Do t'i dëgjojmë pas pak në bisedën tonë. Unë sot e kam ftuar në Mirëmëngjes Shkodër mësuesin Barika Semi, figurë e njohur e arsimit në Shkodër. Mirëmëngjes, profesor Baria, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën që më bani sot në këtë emision. Në fakt, më ka bërë shumë përshtypje. Ajo dashuri e parë që ju keni patur për shkollën, për nxënësit, për njerëzit, për familjet e tyre, për vendin ku keni shërbyer, aq sa ju ka bërë aq përshtypje sa ju ka mbetur thellë në kujtesë. Është diçka e veçantë apo jo? Për mua është diçka e veçantë, sepse ajo shkollë me unë më ka dhënë drejtimin e jetës në profesionin e mësuesit. Unë isha pa arsim përkatës pedagogjik, me arsim të mesëm përgjithshëm. Nuk shkova në shkollën e lartë për arsye dege, që nuk më pëlqej dega që më doli e drejta studimit, shkova atje dhe fillova mësuesin. Por ajo që thashë më parë, ajo shkollë më dha drejtimin pastaj për të futur dhe për të vazhduar për 14 vjet profesionin e mësuesit. Këtë profesion e deshta që në fillim, u lidha edhe me bashkëshorten time të njerë Jolanda Franco Kasemi, edhe ajo mësuese. Fëmijët i çume në shkolla për mësues, si vajzën, si djalin, dhe vazhduam. Sikur në shtëpi u bëm një këshill pedagogjik, që i kena thënë dikur, sepse edhe dhamrin koincidoj ishte edhe ai mësues, edhe kështu që unë e kam dashur dhe e du dhe vazhdoj ta du dhe ta respektoj si profesion. Në fakt, ajo shkollë, ata nxënës, ato njerëz familjar, banor të Selsës, siç duket ju kanë ushqyer me një dashuri të madhe, përveç profesionit apo jo? Unë kam një respekt shumë të mirë dhe shumë të madh, mund ta quaj kështu, për atë zonë, për banorët, për komunitetin përgjithësi, sepse na kanë marrë jashtëzakonisht afër. Ishte një periudhë e vështirë për ne që shkoshim nga Shkodra, sepse të 6 mësuesit
që ishim në atë shkollë, ishim në atë qyteti i Shkodrës. Bile për herë të parë në vitin 61, u emnun 2 vajza të reja nga qyteti i Shkodrës, Flutra Hoxha edhe Rasie Broci. Njëra nuk jeton më. Edhe të vinë atje, duke ecur në një terren malor për 8 orë rresht në kam, ishte diçka vështirë. Por komuniteti, prind, nxënës, rinia në përgjithësi, na kanë afruar dhe na kanë marrë shumë afër. Për mua meti gjithmonë respekt për këtë zonë. Dhe në shenjë mirënjohje që unë të baj diçka për ta, lindi kjo ideja pastaj që ndodhi tash këto vitet e fundit, kur ishte 7 vjetori i shkollës së Selcës. Ju ftuan 7 vjetorin e shkollës së Selcës? Patjetër na ftuan së bashkut me një mësues shok timin Nikolin Lekën, sepse ai ka qenë edhe ai aty me mua, kur unë isha drejtues shkollës në pjesën e dytë të shërbimit tim, në rikthimin që bëna mas në 66-ën, 65, 66, 67-ën, dhe na ftuan atje. Ishte ftu gjithë kuadri mësimor, po them i gjitha shkollave të zonës së Kërmenit, banor, dhe u bë një festë shumë e bukur. Po aty më duket ju lindi ideja për të krijuar një projekt tuaj për këtë shkollë. Duke pa këtë lidhje që kisha unë me ish nxënësat e mi edhe përpara kësaj feste, sepse unë nuk i kam humbur lidhjet me ato banorët atje, sidomos me ish nxënësit e mi jam taku shpesh. Atëherë na lindi një ide, si mu, si Nikolinit, që me vazhdu me bë diçka. Ideja ishte kjo imja, pastaj që unë të krijoj një bibliotekë, të krijoj një muzeum dhe të krijoj një terren sportiv. Duke i marrë një nga një me radhë këto projekte. Këto projekte nëse mund t'i quajmë projektin nisme janë ja thjesht, por që u realizuan pjesë dhe vazhdojnë. Inshallah të realizohet edhe i fundit që kam. Me sa di unë, ju përmendet familjen tuaj, që është një familje arsimtarësh dhe arsimdashësh, përndryshe nuk mund të kuptohet kjo dashuri për shkollën edhe pas mbarimit të kohës së shërbimit si mësues ose si punonjës i arsimit. Përkundrazi, ju i riktheheni me forcën e dashurisë dhe të pasionit për shkollën, për nxënësit, për mësimin dhe ndihmoni ose krijoni projektin tuaj për bibliotekën e shkollës. Si mundet ju që të realizoni një projekt të tillë, natyrisht duke u nisur nga vetja dhe familja juaj më pas, duke zgjeruar atë? Mas festës së shkollës që bëmë, më ranë sy në lokalin, në notesën e shkollës, në dhomat, në klasat që kishin drejtori, në këshill pedagogjik, nuk kishte as dhe një libër të vetëm. Që të them kishte një kand vogël etazhet që i kena thonë dikur me 5 libra ose 10 libra, nuk kishte. Atëherë më lindi kjo ide që unë në këtë shkollë filloj me një bibliotekë, në mënyrë që fëmijëve që të çojmë librin afër. Ata nuk kishin libra. Këtë ja paraqita pastaj drejtoreshës së shkollës, Zoe Joana Blumi, dhe kolektivit. Megjithatë, ata pranuan shumë shpejt, por shumë skeptik, sepse nuk kishin absolutisht asnjë gjë. Unë ju thash, ju më caktoni një dhomë, një klasë, që kishin lirshëm ambientin, më caktoni një klasë, unë pastaj veproj vetë. Po ju të më mbështetni moralisht spakut në mënyrë që të arrim të ngrinte. Dhe fillova pastaj duke u hapur në për shok, në për shoqata, fondacione, duke i bërë emailë njënit tjetrit edhe shoqënisë, në mënyrë që të na dhuroshin libra për këtë shkollë. Po me sa di e para ka qenë familja juaj? E para ishte mbështetja nga biblioteka që kishim unë bashkë me Jolandën, që kena pas dhe kena, por se i vazhdoj të kemë,
po kina pas shumë libra që kina ble edhe majtë në rujtë në bibliotekë. E dyta që vajza që Majlinda, e përshëndesim. Që kontriboj dhe pastaj kështu fillun edhe të tjerë. Unë mund të përmend kontributin e mësuesit, pedagogut në pension tash zotit Nadir Xhabiaku, edhe rreth 100 libra i solli shkollës, mund të përmendi shitsin, pa them shitsi i librarisë Gogaj, Shefqet Gogaj, Shok Fëminijet, 1.670 libra. Mund të përmendi drejtoreshën e Universitetit Luiz Gurakuqi, Lida Luka, e cila drejtoreshën e bibliotekës. E bibliotekës të Universitetit Lida Luka, e cila ishte nxënëse e jemja, më dhuroi shumë libra. E kështu me radhë, se s'porri me përmendë nëse mund të harroj në një dhe pastaj thuhet nuk na përmendi, po megjithatë shumë të tjera. Kjo ishte faza e parë ku u grumullun 1620 libra. Linte nevoja pastaj për rafta. Edhe këto ishte një kontribut i mesës time që sot ashtë në Tiranë, punon atje, ajo më dha, si të thush, vlerën i 3 raftave të cilët i çova atje dhe u vendosën të libra. Korniza, ishtë nxënësat mi që punojnë sot në për të studiat të reklamave e tjerë, më dhurunin korniza, përsa i përket pamjes, për pajisësh edhe biblioteka. E kështu me radhë arritëm të krijojmë një bazë materiale dhe të ngrejmë një bibliotekë të thjeshtë, po shumë të mirë. Si u prit tek nxënësit edhe mësuesit e shkollës? Me thënë drejtën, a prit jashtëzakonisht mirë. Dhe në momentin kur e morën vesh se ka përfundu, kryetari i bashkisë të Malësisë Madhe, Tonin Marinaj, me një herë më lajmëroi, tha dëna me shku, me pa e punë që keni pa ju, sepse të bëj një mësues pensionist me iniciativën e tij pa ndihmën e kërkuj, as tonën bilëtha, me shumë sinqeritet, të bëj një punë të tillë sa është diçka me vlerë të madhe. Edhe erdhën atje, ka qenë data 5 mars, në prag të 7 marsit të këtij viti, edhe erdhën entuziasti ishin shumë edhe me vlerësuan edhe mu pastaj ato, duke më dhënë edhe i certifikat mirënjohjet nga Bashkia e Malësisë Madhe. Edhe unë i falenderoj sepse më kanë mbështet moralisht, më kanë mbështet shumë. Aq sa pres tash të më mbështesin edhe për projektin tjetër, sepse kam hinë bisedime me të, edhe ma kanë mirëprit edhe këtë për sa i përket terrenit sportiv. Ju me sa di i keni dhuruar dhe nxënësve paketa librash? Nuk kalun ma shumë se 5 ditë, nga data 5 deri me datën 10, ka kënë data 10, 11 mars, kur një fondacion nga Tirana, fondacioni arsimor, kulturor, humanitar, Alsar, më njoftoi që do të çojmë edhe ne disa libra, se isha drejtu edhe atyre, si që isha drejtu edhe disa të tjerëve. Dhe me thënë të drejten, shkova atje, me prezentunën libra që do të çoshin për fëmijë nga një dhuratë për fëmijë, dhe çdo fëmijë, 51 fëmijë, kanë marrë një dhuratë me 12 tituj librash për t'i dërgu ato në shtëpi, jo në bibliotekë. Për bibliotekë ishin tjerë pastaj. Për krijuar pastaj bibliotekat e tyre. Ato vetë që të nxiteshin për të kriju një bibliotekë sa të thjesht në shtëpi. Domethënë, kjo avitja me librin ishte më tepër i piksionimi jem, të cilën mendoj se kam arrit diçka. Sepse kur shkoj, sa herë që më takon me shku se shkoj shpesh tash javën, shoh një fletore të atij mësuesi, i cili e mirëmban bibliotekën, shoh janë mush 2-3 faqe me emra fëmijë që rrinë të marrë librin e të e kthy të marrë tjetër. Pra kjo më duket se u fut diçka. Sa do është? Janë këto fëmijë që ju baballarët e tyre apo të afërmit i keni pasur nxënës? Për mua janë nipa të atyne ish nxënësave të mi. Sepse unë kur kam shku atje 19 vjeç,
Unë kam gjetë nxënësat që sot janë në pension, me një diferencë moshet me mu, 1, 2 dhe në 3 vjetë. Pra ju keni qenë vetëm 3 vjetë më i madh se nxënësit tuaj. Më i madh se nxënësit e mi. Çfarë pasioni i madh, duke udhëtuar 8 orë në këmbë, duke qëndruar aty për kohë të gjata, duke u bashkuar. Këto janë mësuesit tanë të mrekullueshëm pa fjalë në komente për mirënjohjen. Shkoj aty, shkoj tek këta nxënësat e mi, nëse po marr kështu mi krahasim thjesht ose mund të bëjnë nëse sot shkojnë si s'kan kënë nga Vermoshi, nga Amenën, shkojnë dhe vendosin me nga një natë atje, ata shkojnë në Bujtina. Kurse unë shkojnë në këta, ishë nxënësat e mi në familje, edhe knaqem sepse me mirë presin. Bile njëni nga këto mësuesit që jashtë aty që kujdes edhe për bibliotekën, mësues Sandri. Mësues Sandri, thoi një ditë në këtë formë, po vërtetoj, tha, taman fjalë të babës edhe të tjerëve, tha, që me atë njeri kena kalu ditë shumë të mira. Pa dyshim. Si ishini ju, profesor Bari, kohët, si kanë ndryshuar, qoftë në jetën e tyre, apo edhe në popullsinë e zonës apo të fshatit? Si shikoni vitet, si kanë kaluar në këtë fshat? Nga një zonë që ka kënë, mund të thëmë, jo e izolume, por e vështirë për të eksploru nga të tjerët, përgjithësinë. Sot është bërë një zonë ma e mirë. Ka një lëvishmëri shumë të madhe. Ato vetë janë atil të pinun sepse sot duhet ndryshu çdo gjë nga ajo ma përpashme. Unë shoh edhe në anën e kulturës, në anën e zhvillimit, në anën e jetesës, që ka një ndryshim. Çfarë të them unë? Ato janë mësuesa, 6 mësuesa janë aty, edhe dy që shkojnë pastaj për të plotësuar disa orë, janë të gjithë vënali. Janë prej Selcet, në përgjithësi prej Selcet. Edhe njëri prej tyre është prej Bajzët, po prej asaj zonës së Malësisë. Edhe përpiqen për me dhanë më të mirën. Kur them më të mirën, nëse unë kur fillova për bibliotekën, ata s'kishin kompjuter, s'kishin dritë elektrike, sepse ishin shkput nga drita elektrike prej institucioneve që ashtu që varen. Atëherë, aty në tash sot ju ka shku interneti. Unë me punën time krahas librave kam çu edhe një laptop, kam çu edhe një kompjuter timin personal që kam pas, dhe kështu që u pajisën. Sot ata kanë shpërndarë me wireless që shpërndahet e kanë shpërndarë edhe në për shkollë, pra ndryshimi erdhi duke u bë shkallë. Çfarë mrekullie. Bile kur kam çu laptopin dhe duk gjë e bukur, kur çova edhe kompjuterin tjetër, sikur po bën asa po fuqizohemi. Ju çova edhe aparatin për me wirelessin për me shpërnda. Rri vazhdimisht të kompletu, edhe në qoftë se sot mund kem pas para 10 ditëve një kuti me 10 libra, janë libra që më vinë akoma nga ish ato sinjalet që kam lëshuar që është në fillim, edhe jo çaj. Vjen një material, jo çaj. E kështu me radhë. Pra bana një të tillë gjallë, sepse shifet ndryshimi. Ndërkohë ju nuk rreshtni. Projekti i dytë është projekti i muzeut. Muzeu të shkollës, se shkolla që ka një histori të lashtë në krijimin e saj, dhe që natyrisht është pasuruar me emra nxënësish, mësuesish, drejtuesish. Si mundët ju të realizoni një muze të shkollës në ambientet
e kësaj shkolla? Kjo në lini me bashkë me mësus Nikolinin, në lini në periudhën e festës që bëme festën festuve 7 vjetorin e shkollës. Në atë moment në kena qu 4 korniza me të pasqyrume 4 dokumenta. Të dokumenta që janë? Dokumenti parë ishte për 7 vjetorin, për fillimin e shkollës në vitin 1946. Dhe mësuesi i parë që nxorra unë nga historia, nga ato bisedat që kam bërë me tjerë dhe nga dokumentat nga arkivat që shfrytëzova të rrethit Shkodrës, ishte mësuesi i parë Zef Pali, i nderuari Zef Pali. Edhe unë më kujtohet, sepse këtë mësues e kena taku në vitin 1962 në Selë se kena ftu, sepse qysh atëherë nxorme se kush ka kënë mësuesi i parë, e ftume me të njerin të respektumin Jusuf Shpuza, ishte drejtor shkollet në atë periudhë, e thirrme, kena bërë një bisedë bukur me ta, me të, me nxënësat, edhe unë nxorra dhe fotografinë e tij si mësuesi i parë i shkollës së Selcës. Pastaj, duke gërmu në arkiva, gjetëm një dokument tjetër i cili ishte 125 vjet më parë, një klerik në atë zonë ishte hap i shkollë, mund ta quajmë shkollë, edhe është e dokumentuar në zonë në shkollën e Selcës. Kuptohet, aja ka na edukuar dhe nuk ka vazhduar. Nuk ka qenë krejt e rregullt në rregull. Por daton 125 vjet më parë. Pastaj nxormë edhe dokument tjetër që në vitin 1924 Rekçali, figurë historike, ishte bërë një kërkesë dhe aja është me shkrim, me firmën e tij, një kërkesë Ministrisë së Arsimit të asaj kohe, pra 1924-shi, ku kërkonte që të hapej një shkollë në Selcë. Përgjigja vjen që të hapet, por çuditërisht nuk u hap. Pse tek këtë nuk e di. Pra, që me këto dokumenta, linja e ideja ime që me vazhdu pastaj, pasi festu me 7 vjetorin, me nxjerr tash edhe emrat të tjerë, edhe dokumentat të tjerë, dhe fillova edhe për muzeumin. Dhe arrita të takoj drejtorin i parë të asaj shkolle, mësuesin Erxhep Hasa, i respektuar për e gjithëve në zonën e Koplikut, mësuesi vjetër, që në vitin 1959 kishte qenë drejtori i parë i shkollës. Dhe pastaj me radhë Shaqir Shamani, Jusuf Shpuza, Rami Skudarioj, kështu me radhë e nxorra 14 drejtorat, edhe janë vendosur në korniza, nxorra pastaj me foto duke ju drejtuar ish mësuesve të asaj kohe të Shkodran e tjerë, foto të vjetra, pra që ai muzeum duhet mu shpreh, sepse ka mundësi mu mushtar që thjesht, kuptohet. Por, njëkohësisht, unë arriti mund nxjerr edhe muzeumi, edhe hapja edhe vazhdimi i kësaj shkolle. Por, nga një numër i madh nxënësa që ka kënë, kuptohet, unë e kam lënë atë shkollë me 160 nxënësa, kurse sot, ja, në këtë vit shkollor, 2019-2020, në plan edukimin e kësaj shkolle, fillojnë 39 nxënës. Por kanë klasa kolektive, pastaj. Nga para dhe në të nëntën, 39. Është një fenomen që përnull, jo vetëm këtu, po përnull edhe në për zonat tjera. Edhe me të afërta, madje edhe në qytete, sepse natyrisht largimet janë të ndjeshme në shkolla. Fëmijët janë burimi i parë i vazhdimësisë. Gjithsesi le të ndalemi përsëri tek idetë tuaja të jashtëzakonshme, që pasioni shoqërohet me një dashuri të madhe për shkollën, për arsimin, kudo që keni shërbyer, sepse ju vetëm 4 vite po t'i mbledhësh keni qenë atje mësues, por edhe në zona të tjera ku keni qenë, edhe në Shkodër, në shkolla të ndryshme, keni patur të tilla
mbresa, veprimtari, lidhje, marrëdhënie të pashlyeshme me nxënësit, shkollën, kolegët. Por më bën përshtypje se keni një tjetër projekt, tashmë i treti. Në fakt shkolla tani ku është, nuk është shkolla që ju keni qenë atëherë, ajo është pak më tutje, shumë afër, tashmë jo një ndërtesë funksionale, dhe ndodhet afër. Projekti i tretë lidhet pikërisht me atë shkollë, apo jo? Ashtu është, projekti i tretë lidhet po me këtë shkollë. Por para se të kaloj të kjo, duhet të them diçka tjetër që aktiviteti im gjatë viteve ka qenë shumë i madh, që bashku me ish bashkëshortën time të njerë në Irlanda, sepse në çdo shkollë, qoftë ajo, kenë në të parë që filloshim për kabinetet, nëse kështu i kena quajtur atëherë, me ngrit kabinetet. Sa po u bë shkolla pedagogjike e re, shkalune nga qendra që ishin të afër bashkisë, kalune në aja me njëherë do të kabinetin. Dhe bani kabinetin e parë për historinë. Unë sa po shkova në shkollë Mosmazi, se kam ndajë në shkollë Mosmazi 15 vjetë. Ani fill me kabinetin, qoftun dhe këtë punë e bëhesha që me më ardhë mrapa dhe arsimtar tjerë, kur më shifshin, thoshe, ta kam vinë mrapa. Në fakt unë dua të ndalem tek figura e Jolanda Fanko Kasemi, bashkëshortja juaj e ndjerë, ka qenë një figurë në shkollë, në arsim, me të gjithë paraqitjen e saj, me kërkesën e saj, me marrëdhënie, me aktivizimin që ajo ka patur në shkolla, me respektin që ka rrezatuar, me punën e palodhur, sepse çdo gjë vetëm puna e nxjerr në sipërfaqe. Unë dua të ndalem natyrisht edhe në kujtimet e të gjithë atyre ish nxënësve, ish kolegëve që e patën mësuese Jolandën për krah dhe patën fatin që të komunikojnë, të marrin mësime, të jenë kolegë me të, dua të dalem në respektin e madh që ajo ka lënë. Them të drejtën, ka pas një respekt jashtëzakonisht madh nga nxënësit që ka kalu, sepse ka qenë një periudhë gjatë në shkollë për Jolandën. Një periudhë gjatë në shkollën Brankadia, një periudhë gjatë në shkollën pedagogjike të gjuhëve të huaja. Pra, ka kalu disa breza dhe e kanë respektuar shumë. Edhe ajo vetë ka qenë shumë e afërt, shumë organizuese me fëmijët, bilet pa kaloj në një moment të vogël, tash ku hap një ekspozit konkurs nga ajo që qumë shoqata Go2 dhe planifikimin urban. Unë dërgova një foto, nërmjet fotove që dërgova dhe një foto. Një foto ku ishte Stefan Palushi, njeri Stefan Palushi edhe Pavlin Selimi, njeri shkrimtar edhe karikaturisti Stefan Palushi. Me një grup nxënësash. Ato nxënësa ishin të Jolandës, që ajo nuk arriti me shku duket në atë moment, po shka i shoqnoj Pavlinin në një ekspozit që kishte hapur. Edhe kur e kam pa ditën që ishte botuar edhe në atë librin e tyre që botojnë, thash, i të duhet kishte kenë edhe Jolanda. Po nuk ashtu. Po janë të tjerë, po mund kujtoshin nxënësat, sepse e rutat fotografi shumë. Shpesh mësuesit janë të pranishëm edhe aty ku nuk janë fizikisht. Dhe për këtë unë dua vazhdimisht të nderoj këto figura mësuesish, dhe mësuese Jolanda edhe në kujtimet e shoqës sime, e cila ka qenë nxënëse e saj, ruhet mrekullisht i lartësuar. Ju vazhduat me projektet? Vazhdova me projektet, bile bana edhe një pa kalu të këtë projekti i fundit, dhe shta të thëmë edhe diçka tjetër, që bana një lidhje në 67-ën, kur u transferova nga Selca në Shkodër, unë e mnova në shkollën për Latër Gjepi në atë periudhë, sot Azem Hajdari. Edhe i propozova drejtoreshën së shkollës në atë periudhë Drita Gjata, me ba një biagzim me këtë shkollë. Edhe e pranoj.
Dhe në konkretisht në vitin 68 ka përfundu mos qosha gabim elektrifikimi i plot i fshatrave në përgjithësi që ka qenë edhe i shkoj edhe drita elektrike, por ama drita nuk po në shkollë sepse mungoshte, kuptohet instalimet e atëherë shkolla, drejtoresha shkollës, bashkë me disa mësuesa, Maria Koleka, qatë të mund emnat që për momentin s'po më kujtojnë, kanë shku, unë nuk mujta me shku se morën ushtar, edhe kanë shku, kanë pa instalimet në të shkollë dhe u ba një binjakzim. Mas 2 muaj u kthyn edhe ato për vizit në shkollën për Latë Xhepi, i njeri Haliti Sufi ishte drejtor shkollës që në Bezavançaj mu, me mësusin njeri në atë po them që më laqej me bashkëshortet i tyne, edhe bane një vizitë në shkollë. Dhe meti një bijakzim, të cilin e përsërita mas 50 e sa vjeç edhe një herë, para 3 vjeç në festën e shkollës, bashkë me 2 mësuese dhe me vajzën time Majlindën, e përsëritme dhe shkume në këtë shkollë për të kujtuar, për të lidhe, për menën, kjo punë vazhdoj me këtë tashi që dona me ba për projektin. I tash në vazhdim projekti i tretë është akoma më sepse kjo tashi nuk ka se lidhet komplet në dorën time që mund të baj në këtë rrugë që kam ba me të 2 projektet i para, sepse kjo dënë diçka më të madhe. Atëherë mendova që t'i drejtohem edhe një herë kryetarit bashkisë, zotit Tonin, edhe më ka mirë prit, e ka marrë bashkisë Malësisë Madhe, e ka marrë seriozisht mendoj, edhe diçka do bëhet, sepse njitur me shkollën e vjetër e shkolla e re. Një notesë e bukur, e rregullt, shumë e mirë edhe për mbrana shumë e mirë, që duhet mirëmbajtje, kuptohet, ka nevojë edhe ajo për mirëmbajtje, por rrethohet nga gërmalla, më thonë muret i shkatërrume që janë të ramran, rrethohet nga shkolla e vjetër. Për nostalgji mu më vjen keq me ashtu, por duhet ba, sepse po të renohet ajo, dhe të vazhdohet me një atë fush volejbolit vogël që kanë, do të dalë një terren sportiv jashtëzakonisht i mirë. Mendoj se edhe kjo punë ka për të mecë. Nuk e di, jam shumë optimist, po megjithatë shohim me pajmë. Pra krijimi i një ambienti sportiv të ashti. Ku aty të jenë nxënësit e shkollës, por jo vetëm, edhe të rinjtë e fshatit. Komuniteti pa tjetër. Natyrisht këto janë projekte që lidhen me një dashuri shumë të madhe. Për shkollën, për njerëzit. Tham të drejtën e kam bën me kënaqësi dhe e bëj përsëri me kënaqësi, sepse nga që kam dashur arsimin, e du arsimin në mënyrë që mos të binë ajo punë e madhe që është bërë, sepse është bërë një punë e madhe nga gjithë mësuesit. Mos të binë, po të shkojnë edhe më tej, eksperiencat kapet, të merret, ato fëmijë që janë sot të dinë sepse kanë keni të mësuesa me emna, pa emna, si dënë se kanë kënë dhe kanë punu. Ju vazhdoni, shkoni vazhdimisht? Unë shkoj, është i 4 7 marsi që kanë festu, por edhe fillim vitit që mjetë shkova në këtë shkollë. Me 16 shtator kam shku, kam pas qef me shku me pa fillimin e vitit shkollor. Dhe jeni aty mes nxënësve që filloni në vitin shkollor? Bana një foto, sepse mora vesh që në klasë të parë futen 2 fëmijë, edhe ishin 2 vajza. Me thonë të drejtën, planifikova diçka, një dhuratë të thjeshtë, që të shërbejnë shkollës, mësimit e tyne, edhe mora diçka dhe libra dhe ju qova. Pa ditë se cilë familje janë. Edhe kam bëa një foto pastaj aty ditën e parë, për që di, njëna nga këto vajza ishte vajza një mësuese lidës. Që bukur, bashkësi. Koincidencë, edhe unë i baj edhe me foto, me thënë drejtën e du fotografinë edhe e ruj, gjithmonë e kam rujt edhe e ruj, edhe i baj me dokumenta, jo për në gjë, pa kam qef, se fotografia flet vetë pastaj, kur ta shifish, flet vetë fotografia. Ishte vërtet një histori frymëzuese. Projekte që frymojnë vlera, që lartësojnë emrin dhe figurën e mësuesit. Figurën e mësuesit që ndërton kështjellën e vet në shpirtin, mendjen dhe zemrën e njerëzve, të nxënësve, të familjarëve, të prindërve, të komunitetit.
çfarë rëndësie ka nëse dikush që është në komitet administris, siç i thot Kadere në një nga vjershat, nga një nga poezitë e tij, të jep një medalje ose ta mohon atë. Lartësimin më të madh, pasurinë më të madhe, kjo figurë kaq fisnike, kaq njerëzore, kaq e dashur, kaq e thjesht e ka tek njerëzit. Dhe profesor Bari Kasemi e gëzon pa dyshim këtë madhështi të figurës së mësuesit, këtë dashuri dhe pasion me të cilën është udhëhequr dhe udhëheqet në jetën e tij. Profesor Baria, unë ju uroj vetëm shëndet, jetë, suksese. Faleminderit. Edhe diçka, mas 3 orë, ose sa në orën 1:30, unë jam për rrugë bashkë me mësuesin, me shokun tim Nadir Xhabejoki, që do shkojmë Santa Nenën, se na kanë ftu. Edhe nesër do jena në shkollë me ta bashkë, që të pimi kafe, të rrim, shikojmë, edhe të shohim për në vimësinë e projekteve. Pra, Santa jam allaj. Kjo është figura e mësuesit. E pandar nga nxënësit, nga shkolla, nga njerëzit. Kjo është figura e madhe dhe madhështore e mësuesit. Ju falenderoj shumë për historinë tuaj frymëzuese, për projektet tuaja edhe për çdo gjë që sollet në këtë mikrofon. Qofshin nderuar gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit.